Policia rrugore e Vlorës dhe Sarandës vjojnë kontrollet 24/7 në të gjitha akset rrugore, në kuadër të masave të shtuara për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Kontrollet janë përshëndruar në akset urbane dhe zonat me qarkullim të dendur, të mjeteve dhe të këmbësorëve, duke përfshirë testet e alkoolit, verifikimin e dokumentacionit të mjeteve, përdorimin e celularit, vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe të ripit të sigurimit. Gjatë periudhës nga data 1 deri në 20 tetor 2025 janë arrestuar dhe proceduar penalisht 25 drejtues mjetesh, 14 prej të cilëve të arrestuar në flagrancë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 2 të proceduar në gjendje të lirë për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 9 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Janë vendosur 5.005 masa administrative, ndërto 1.455 për tejkalim të shpejtësisë, 430 për mos vendosje të kaskës mbrojtëse, 354 për mos vendosje të ripit të sigurimit, 127 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe 2639 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Si dhe janë blokuar 27 monopatina, mjete elektrike lëvizëse. Policia rrugore e Vlorës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit dhe drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit. Ftojmë qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast shkeljeje të rregullave të qarkullimit rrugor.